Selin ironizon keq produksionin e Big Brother VIP Albania, kutia e Pandorës në duart e saj përfundon me nominimin e Mirit dhe Rogertit. Shtëpia e Big Brother VIP ka sjellë sërish momente të paharrueshme, por këtë herë protagoniste ishte Selin, e cila vendosi të improvizojë një kuti të Pandorës të sajën, duke ironizuar produksionin dhe mënyrën se si janë përdorur shpesh surprizat dhe zarfat brenda shtëpisë. Për herë të parë, Selin e vendosi veten në rolin e një banoreje që përballet me këtë sfidë, duke ju drejtuar Ledion Liço sikur gjithçka po ndodhte vërtet. Ajo nisi të lexojë zarfe imagjinare, duke krijuar një situatë që shkaktoi shumë të qeshurat e banorët, por që njëkohësisht u pa edhe si një thumbim ndaj produksionit për faktin se kutia e Pandorës nuk i erdhi kurrë. Faleminderit që respektuat kutinë time që s'erdhi kurrë. Atëherë Ledion pranoi ta hap, tha Selin me ironi. Më pas ajo vazhdoi me zarfin e bardhë, ku i dha vetes një shpërblim imagjinar. Selin, urime, kjo tregon që sapo ke hapur kutinë e Pandorës. Ty dhe dashurisë tënde Gimbos ju dhurojmë një udhëtim falas në një destinacion surprizë. Por ashtu si ndodh zakonisht me kutinë e Pandorës, pas së mirës vinte edhe pasoja. Në skenarin e saj, Selin duhet të çonte në nominim kokë më kokë banore që pëlqente më pak. Ajo fillimisht u shpreh se kishte dashur të provonte veten dhe të tregonte sa vajzë luftarake është brenda shtëpisë. Madje, përmendi edhe Brikena, duke thënë se gjithmonë e ka pasur personale me të dhe se donte të tregonte se nuk ka frikë të përballet kokë më kokë. Me thënë të drejtën dua ta provoj veten time, sepse gjithë kjo sfidë ka qenë shumë e vështirë për mua Ledion dhe kam dashur të tregoj sa vajzë luftarake jam këtu brenda. Edhe me Brikenën gjithmonë e kam pasur personale dhe është momenti t'i tregoj Brikenës që unë nuk kam frikë nga ajo për të dalë kokë më kokë, tha ajo. Megjithatë, në fund Selin surprizoi të gjithë me zgjedhjen e saj, duke deklaruar se në nominim do të çonte Roger dhe Mir. Ky moment u prit me shumë të qeshura nga banorët, por për publikun u pa edhe si një ironi e fortë ndaj produksionit, që sipas shumë ndjekësve, nuk ia dha kurrë Selinit mundësinë për të pasur një kuti të Pandorës të sajën.